kanë hinë dhe ditë e fundit Ramadan, edhe je sigurt që këto është nata e Kadrit, po ki qef me zan natën e Kadrit, cilat janë punët më të mira që mundesh me i bë. Punët më të mira që mundesh me i bë në ditë e fundit Ramadan, por me zan natën e Kadrit dhe me zan me punë të mira, punët më të mira janë këto: qëndrimi në xhami, menajt në xhami. Qysh menajt në xhami? Rre në xhami, e vendos menajt në xhami. Nuk ka kohë caktuar shkurt ose gat. Rre sa dush. Kur të rresh në xhami, del veç për nevojat e tua. Edhe nuk guxon me afro familjes. E keni qartë, çfarë do të thonë kjo? Edhe nuk guxon me bë qëndrimin në xhami që është elane. Për shembull nëpër Katuna ka xhamia që nuk falen njerëzit, edhe të shkon mshilesh në xhami. Jo, këta se një islami. Në xhami ku muslimanët falen, ata e ban qëndrimin në xhami. Sa të mënesh, 2 ditë. Për shembull sot dikit lira, 2 ditë shkon rën xhami. Flan xhami, han xhami, ot dele merr bukën, kthehesh, është qëndrimi në xhami. Tjetra është doaja që na ka mësuar Rasuli alayhi salam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kjo është e dyta, këto e njohin muslimanët. Edhe treta, falja me imam. Falja me imam derisa të kryen imami. Ka thënë Rasuli alayhi salam, men qama lejlatul qadr imanan wa ihtisaban, ai cili falet natën e Kadrit me iman, me shpresë se Allahu ka mja fal, Allahu ka mja fal gjinat.